Ka përfunduar faza e 1/8 të Ligës së Kampionëve me 4 skuadrat e radhës që u kualifikuan për në çerek finale. Reali Madridit arriti një kualifikim të mbushur me polemika përballë Atletikos. Skuadra e Simeones kaloi e para në avantazh me anë të Gallagher pas 27 sekondave lojë, teksa për 120 minuta nuk arriti askush të shënonte me Vinicius që gaboi një penallti. Të dyja skuadrat ju drejtuan 11 metrëshave, me Realin që ishte më i saktë, ndërsa penalltia e Alvarez që shkoi në rrjet u anullua nga VAR, pasi argentinasi e kishte prekur 2 herë topin. Në çerek finale, madrilenët do të gjejnë Arsenalin me Topçint që barazuan 2-2 me PSV në shtëpi, duke kaluar fal fitores 1-7 në Holland. Aston Villa vijon rrugtimin surprizues duke fituar dhe në shtëpi me rezultatin 3-0 kundër Club Brugge, ndërsa anglezët do të ndeshen me Paris Saint-Germain në raundin tjetër. Gjithashtu u mësua edhe kundërshtari Barcelonës në çerek finale, që do të jetë Dortmundi pas një fitore me përmbysje kundër Lille 1-2.